Fansat e Kylie Jenner dyshojnë se ajo po fsheh Timothée Chalamet në fotografi të pushimeve. Kylie Jenner ka ndezur spekulime mes fansave pas publikimit të disa fotografive nga pushimet e saj në plazh. Në imazhet që ndau në Instagram, ajo shfaqet me bikini duke promovuar linjën e saj të kozmetikës, ndërsa ekspozon bijuterit luksoze dhe peizazhet mahnitse. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte mungesa e të dashurit të saj aktorit Timothée Chalamet, shkruan Daily Mail. Fansat e saj nuk vonuan të shprehin dyshimet e tyre duke pyetur në komente nëse ai ishte pranë kamerës. Timothée bëri këto fotografi apo jo, shkroi një ndjekës, ndërsa një tjetër shtoi: "Ne e dim që ai është atje, na e tregoni atë." Kylie dhe Timothée kanë qenë në një lidhje që nga prilli vitit 2023 dhe kohët e fundit janë bërë më të hapur në romancën e tyre duke u shfaqur së bashku edhe në evente të rëndësishme. Sipas burimeve, Kylie është shumë e lumtur dhe e mbështet plotësisht partnerin e saj në karrierën e tij. Megjithatë, ajo është një nga emrat më të njohur të showbizit, Kylie shpesh ka theksuar. Sipas burimeve, Kylie është shumë e lumtur dhe e mbështet plotësisht partnerin e saj në karrierën e tij. Megjithatë, edhe pse ajo është një nga emrat më të njohur të showbizit, shpesh ka theksuar dëshirën për të mbajtur jetën e saj personale sa më private. Ndërkohë, fansat vazhdojnë të ndjekin me vëmendje çdo detaj të marrëdhënies së saj me Chalamet, duke shpresuar se për më shumë shenja të dukshme të romancës së tyre.